Alba Story prezanton. Përshëndetje zonja dhe zotrinj, të dashur miq dhe ndjekës të këtij kanali. Si asnjëherë më parë, sot më ngjau diçka që jo vetëm unë, por edhe ju do të habiteni e do të mbeteni pa fjalë. Sot mora një të vërtet aq të rënd nga tezja ime, saqë mezi prita të ulem e t'ju shkruaj për të ndarë këtë ngjarje me ju në detaje. Jam shumë i tronditur, këmbët s'me prekin në tokë nga stresi dhe me duket si kur e gjithë bota që njihja deri me sot u përmbys. Sot mora vesh për herë të parë një sekret që kishte qëndruar i fshehur në familjen tonë prej vitesh. Unë jam një djalë 21 vjeç, ndërsa tezja ime që ndava sekretin me te është diku tek 38 apo 39 vjeçe. Ajo është një grua e vuajtur, por që e ka mbajtur veten gjithmonë. Ka qenë gjithmonë e heshtur, e mbyllur në vetvete. Do ju tregoj në detaje se çfarë është ju tezën që të hapej me mua, sepse në fakt unë as nuk ja kërkova këtë gjë, por ajo vete ndjeu të nevojshme të ma zbraste këtë ngjarje që i kishte gërryer shpirtin dhe donte të qetësohej diku. Para 10 vitesh, tezja ka qenë e fejuar në Gjermani. Ai njeri ishte dashuria jetës së saj, një djalë punëtor dhe i ndershëm. Ajo bëri çdo gjë për të, e priti, e mbështeti, por pa pritur, nga dita në ditë, ai e la. Askush nga ne në atë kohë nuk e mori vesh arsyen e vërtet se përse u ndan. Familja jon e mbylli atë bisedë, dhe që nga ajo kohë, tezja nuk doli më me askënd. Ajo u mbyll në fshat, ndërsa unë, që kam lindur dhe jam rritur në qytet, e shihja shumë rrallë. Por sa herë që vinte tek ne, e sidomos tani që unë u rrita dhe u bëra burr, tezja më thoshte shpesh: je fiks si ai i fejuari im që kam pasur dikur. Ke të njëjtën gjatësi, të njëjtin karakter të pastër. I kishte mbetur fiksim kjo gjë. Ajo shikonte tek unë atë sinqeritet që i kishte munguar gjithë këto vite. Sa herë që vinte tek ne, futej në dhomën time dhe flisnim gjëre gjatë, ndërsa ajo më shikonte thellë në sy, sikur donte të më thoshte diçka, por fjalët i mbeteshin në fyt. Unë në atë kohë nuk dija gjë, por tani fillova të kuptoja se diçka e mundon të rënd. Fillova taftoja me shpesh të vinte, por nuk pranonte. Fillova t'i shkruaja e të flisnim në telefon. Unë kam edhe 2 teze të tjera, por ato janë të martuara e të dhëna pas interesit dhe parave, ndërsa kjo është tezja më e re, më e thjeshta dhe biseda me te ishte ndryshe. Gjatë këtyre bisedave, pa i thënë unë asgjë, ajo kuptoi që unë zija asgjë për historinë e kaluar të familjes sonë. Një natë, gjatë bisedës me pyeti: a di ti pse u prish fejesa ime para 10 vitesh? A di se çfarë i bërën nëna jote dhe gjyshi yt jetësime? Unë u shtanga. U tregova i sinqert dhe i thash: unë di vetëm atë që më kanë thënë, që ai të la sepse gjeti një tjetër. Këtë kam dëgjuar. Tezes ju dridh zëri, qeshi me ironi dhe më tha: kështu të pas kanë thënë. Mirë, me vjen keq që të pyes për nënën tënde,
por a do të dish të vërtetën? Unë s'mund të rija pa e pyetur. Të lutem, çfarë ka ndodhur? Çfarë nuk di unë? Nuk është bisedë telefoni kjo, më tha Tezja. Vetëm të lutem, mos i trego askujt që po flasim për këto gjëra dhe këto sekrete familjare. Kur i thash, këto do të mbesin mes nesh. Doja që dhe Tezja të kishte besimin tim, e pastaj çdo gjë mund të ndodhte, kur ajo të kishte një besim tek unë, që unë s'do i tregoja askujt çfarë ajo do më thoshte dhe se çfarë do të bënim. Mbrëm në telefon, filloi të më fliste me një ton aq të rënd, saqë fjalët e saj po më godisnin siç e kanë. Më tha vetëm disa detaje të vogla për një tokë në fshat dhe një borxh të pashlyer, dhe pastaj heshti. Tha ajo, përse nuk flet tani? Atë erdhi rënd. Çfarë të them, ja ktheva, me le pa fjalë, të lutem vazhdo dhe mbaroje bisedën. Jo, ma ktheu ajo me vendosmëri. Do të vi aty këto ditë dhe do t'i tregoj të gjitha ball për ball, dhe dokumentet i kam me vete. Unë mbylla telefonin dhe nuk fjeta dot gjithë natën, se dija që ajo ishte e mbushur me inat dhe mblef, saqë do të vinte që të nesërme në mëngjes. Sot herët isha akoma në krevat kur më thret telefoni. E hapa dhe dëgjoj zërin e saj të ngjirur. Dil poshtë pallatit e më merr se erdha. Unë u habita, thash përse kaq herët, dhe prindërit e mi sa po kishin dalë për punë dhe nuk ktheheshin deri pas dite vonë, dhe me dukej pak e çuditshme, sepse Tezja e dinte që isha vetëm në shtëpi. As që ma merrte mendja që ajo do të vinte kaq e tërbuar. Sa u bëra gati të ulesha në ashensor, ajo verse ishte ngjitur dhe po të rokiste fort në derë. Ja hapa derën e nuk më tha as mirëmëngjes. Syti kishte të kuq nga të qarat dhe nga pagjumësia, dhe me pyeti direkt. A është njeri në shtëpi, sepse me sa di unë, tani i ke në punë. Jo, i thash, ashtu është, në punë janë. Më ofrua tek fytyra, duke më shikuar me nerva, me një dhimbje që se kisha parë kur tek një njeri. A di se çfarë më kanë bërë? Me tha me zërin që i dridhej. Kam gjithë këtë kohë që mendoj si t'ja them dikujt dhe ti je i vetmi që më dëgjon. Mos guxo të thuash që unë fola me ty e as mos ta di askush që kam ardhur këtu tek ti. Në atë moment nga inati dhe dëshpërimi, me kapi fort nga xhaketa. Nuk më lëshonte. E mbështetur pas meje, sikur i ishte shembur bota, dhe sikur donte të gjente ngushëllim tek dikush. Me shtyu drejt divanit, ulem aty dhe nxorin nga çanta disa letra të vjetra e të zverdhura. Aty më tregoi gjithçka. I fejuar i saj nuk e kishte lënë atë. Nëna ime, bashkë me gjyshin, kishin shkuar fshehurazi tek familja e tij. Ata i kishin thënë djalit që të largohej, sepse ai e dinte që tokat e fshatit i takonin tezës sime nga gjyshi tjetër, dhe ata kishin frikë se mos i merrte burri i saj. Për sa dynim tokë e për sa para, ata prishën fejesen e vajzës e tyre dhe motrës e tyre. Ja helmuan mendjen atij djali derisa detyruan të ikte natën nga fshati. Unë e dëgjoja dhe nuk mund të nxirrja asnjë fjalë. Isha i bllokuar fare, e sidomos nga shikimi i tezës. A sheh tani se me ke jeton? A sheh se çfarë njerëzish janë? Me thoshte Tezja dhe po më shikonte shumë ndryshe.
Ajo ishte e mërzitur, por njëkohësisht paksa edhe më e qetësuar. Dhe gjatë atij momenti më përqafoi dhe më tha, dua ta largoj këtë mërzi dhe të harrojmë se çfarë ka kaluar. Më mirë që nuk është askush të na shoh dhe të na ndëgjoj se çfarë kemi folur. Nuk dija si t'ja hiqja mërzin tezës, por ajo përsëri më përqafoi. E pastaj u ul në divan, ndërsa ajo erdhi pranë meje, më shikoi në sy. Ulu, tha, dhe ti, eja këtu pranë meje. U ula unë ngadalë, duke shikuar në sy. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.